Është mbyllur të martën në mbrëmje procesi gjyqësor në gjykatën e shkallës së parë të Napolit mbi skandalin e madh të futbollit italian Calciopoli, ku janë dhënë 18 dënime, ndërsa 8 të hetuar të tjerë janë shpallur të pafajshëm. Nuk ka dyshim që lajmi më i rëndësishëm në këtë proces ka të bëjë me dënimin e ish-drejtorit të përgjithshëm të Juventusit deri në vitin 2005, Luciano Moggi, i dënuar me 5 vjet dhe 4 muaj burg, vetëm 4 muaj më pak nga sa kishte kërkuar prokuroria. Një dënim vërtet i rëndë për një nga drejtuesit më të rëndësishëm të skuadrës bardhezi deri në shpërthimin e Calciopolit, që mban në qendër të gjitha hetimeve, pikërisht vetë Moggin. Gjykata e Napolit dha këtë vendim për ish-drejtuesin juventin për akuzën e të qenit promotori i një organizate kriminale. Ndërkohë, bashkë me dënimin për 5 vjet e 4 muaj burg, Luciano Moggi ndalohet përgjithmonë e drejta për të mbajtur poste publike. Vetë Luciano Moggi nuk ka dashur të komentojë këtë vendim të gjykatës së shkallës së parë, ndërsa avokatët e tij kanë apeluar menjëherë vendimin. Edhe klubi i Juventusit ka dalë me një komunikat zyrtare ku ka kundërshtuar vendimin e gjykatës. Por veç Luciano Moggi, dënimet e rënda janë dhënë për një sër protagonistësh të tjerë të Calciopolit, duke nisur që nga një zyrtar të rëndësishëm të sektorit të gjykimit në futbollin italian, gjyqtar futbolli, president si dhe drejtues klubesh. Kështu ish dizenjatori i gjyqtarëve para vitit 2005, Paolo Bergamo, në Serie A është dënuar me 3 vite e 8 muaj burg, pa lënë mënjanë dhe përjashtimin për 5 vite nga çdo funksion publik. Ashtu sikurse edhe një tjetër ish dizenjator, Pierluigi Pairetto, është dënuar me 1 vit e 11 muaj burg. Dënime me më shumë se sa 1 vit burg kanë marrë gjyqtarët e futbollit Paolo Bertini, Antonio Dattilo, Massimo De Santis si dhe Racalbuto. Po kështu ish zëvendës presidenti i Federatës Italiane të Futbollit, Innocenzo Mazzini, u dënua me 2 vite e 2 muaj burg. Por dënimet për Calciopolin bëhen edhe më të mëdha nëse llogariten këtu edhe dënimet me burg për disa pronarë mjaft të njohur të skuadrave të Serie A. Konkretisht vëllezërit pronar të Fiorentinës Della Valle, Andrea dhe Diego, të cilët morën respektivisht nga 1 vit e 3 muaj burg, pa llogaritur edhe gjobën. Sikurse edhe presidenti i Lazios Claudio Lotito i dënuar me 1 vit e 3 muaj burg dhe ai i Regginës Lilo Foti. Më shumë se sa 1 vit burg janë dhënë edhe për zyrtarët e klubit të Milanit dhe Fiorentinës, Leonardo Meani dhe Sandro Mencucci.